në mbyllje të samitit me sekretarin e përgjithshëm Mark Rutte. Zoti Zelensky ka marrë pjesë edhe në darkën që ka shëruar mbreti i Holandës për liderët e tjerë të dyshit e anëtarë të NATO-s dhe ka bërë fotografi me gjithë ata. Presidenti Trump kujton edhe njerë ka mbritur vonë, ai është bashkuar darkës më vonë për shkak natyrisht udhëtimit të tij prej Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe e ka kaluar mbrëmjen në Pallatin Mbretëror, një prej lokacioneve ku mbreti i Holandës ka pronat, duke ndruar planin për shkuarit në një hotel me një fush golfi afër, ka konsideruar se do të rri aty, por më një herë shkon Esmeralda po sa të përfundoj samiti në orët e pazitës. Presidenti Trump pritet më një herë të kthehet në Amerikë as 24 orë, nuk do t'i kalojë në Holland. E kuptoj. Një takim i mundshëm me presidentin Zelensky, ka ndonjë agjend të presidentit Trump, ai la të hapur mundësinë, por ka ndonjë gjë të konfirmuar? Nuk është në agjendën zyrtare të NATO-s, pasi që do të jetë takim bilateral, por pritet të ketë. Ka konfirmime nga mediat amerikane, nga rrethë i ngushtë i presidentit Trump që do të ketë një takim për një ndërmjet zotit Trump dhe zotit Zelensky në përpjekje natyrisht për të rregulluar gjërat pas atij takimi katastrofal në shtëpinë e bardhë, por me zhvillime të reja, do shohim se si do të ndikojnë deklaratat e djeshme të zotit Zelensky, sipas të cilit Rusia e ka mashtruar edhe Amerikën kur ka thënë se është e gatshme pranë pushim përderisa vazhdon të sulmojë shtetet Ukrainës, duke mbrojtur kryeqytetin Kiev me raketa balistike pothuajse çdo natë, por si një takim do të shërbente të dyja palëve për të shtyr përpara idenë e arritjes së ankushimit. Natyrisht në që presidenti Trump vazhdon të mbajë të hapur linjën me presidentin rus Putin dhe pas përfundimit, le të themi, të luftës blumë Iran Izrael, fokusi i ri presidentit Trump mund të bartet tek përmbyllja, por së paku një armpushim më të gjatë ndërmjet Rusisë dhe Ukrainës. Angazhimi i Shtetet Bashkuara ndaj nenit të 5 të traktatit të NATO-s duket se është ndoshta edhe çështja për cilën gazetarët aty duken edhe më të interesuar edhe nga pyetjet që i kanë bërë liderëve të ndryshëm që kanë mbritur në summit.